Urime, me sukses ja dole ta qeni Kosovën në fund pusit në ranglistën botërore të lirisë media. Vetëm 2 vitet e fundit, pësoj një rënje për 44 vende. Sipas organizatës ndërkombëtare Reporter pa kufi. Kjo është romje, domethënë në përkeqësim të gjendjes së lirisë së shprehjes, lirisë fjalës, asaj që është bazament fundamental i një demokracie. Pra, çush e keni pa, vitin e kaluar, Kosova u rendit vendi i 75 prej 56 ku ishëm në vendin e 75. Ndërsa këtë vit, sipas reporterëve pa kufi, është në vendin e 99 në 180 shtete sa i monitoron kjo organizatë ndërkombëtare. Pra, kjo është rezultat. Shumë për juve mund të quajmë edhe sukses i drejt për drejt i pushtetit të Albin Kurti, i cili prej ditës parë, kur erë në krye të institucionet të Kosovës, nuk e pati kur prioritet qeverisin e mirë, zhvillimin ekonomik, apo mirëqenien e qytetarëve, e shumë halle e probleme tjera, ose premtime të cilet i kishte dhënë deri në ardhin pushtet. Përkundrazi, lufta me mediat e pavarura dhe shberja fjalës së lirë në opinion publik ka qenë qëllimi kryesor i këtij pushteti që e kishëm deri në zgjedhjet e fundit. Pushtet i cili udhëheqi vendin për mes një makinerie propagandistike që funksionoi përmes sulmeve të koordinuara, linçimit publik, shpifjeve të pandërprerura ndaj gazetarëve, analistëve dhe media, dhe çdo zëri kritik ndaj pushtetit të Albin Kurtit. Këtë arriti edhe me ndihmën e disa, madje shumë, tru shpërlarëve të indoktrinuar që veprojnë si militant digital të pushtetit, duke përhapur urrëtie, duke manipuluar opinionin publik e duke u përpjekur ta heshtin çdo zonë kritik dhe të arsyeshëm që ka qenë këtë shoqëni. Pra në këtë degradim nuk është fajtuar vetëm pushteti, por edhe një pjesë e shoqërisë që fatkeqësisht e verbuar nga propaganda, e manipuluar prej populizmit, është bërë bashkëfajtore në këtë situatë ose në këtë drejtje në të cilën kemi rënë. Ata të cilët e kthyn linçimin e gazetarëve dhe analistëve në kënaqësi publike. Pra jo vetëm aktorë të pushtetit, por edhe gjithë ajo armatë e njerëzve, e militantëve të pushtetit, të cilët në mënyrë sistematike, në përkrejt rrjetet e tyre sociale, kanë sulmu, etiketu, linçu, shoh, ofendu gazetarët e mediat. Ata të cilët çdo ditë e me punën e tyre ju mundu me informu qytetarë se çka është ty ndodh me këtë pushtet. E që mbi gjitha punojnë në shërbim të informimit të vetë këtyre qytetarëve, edhe të këtyre të cilët janë bërë vegël e mekanizmit të këtij pushteti. Pra në vend që ta mbrojnë median si interesin e tyre, janë vend në shërbim të një personi dhe një partie, duke ndihmuar në shkatrimin e një prej shtyllave më të rëndësishme të demokracisë. E po kjo tashmë nuk është demokraci, kjo është rënim institucional e moralin e shoqënie. Liria e media, liria e shprehjes, nuk janë luks. E kur mediat heshtin, atëherë e shohim se qeveria bëhet arrogante, jo vetëm ndaj media, po ndaj qytetarëve. Kur frika mbi zotron, e qytetari e hub zonën e tij. Kur media friksohet, e qytetari nuk ka as ku i ngrit zonën për drejtat e tina,
shteti rrëshqet drejt autoritarizmit. E këto po e synon qeveria ose lëvizja vetëvendosje në krye me Albin Kurtin. Mos harroni, këto synon çdo pushtet në botë. Por shoqëritë aktive, në shoqëri ku e din vlerën e demokracisë, e din vlerën e lirisë, e din vlerën e lirisë e mediave, lirisë e shprehjes, kjo nuk guxon as me ndodh. Kjo nuk guxon me kanë as përpjekje më e vogël e një pushteti i cili zgjidhet me votat tona, me vullnetin ton, për të na udhëhequr dhe për të na qeverisur. E në këtë situatë, mos mendoni që i keni mbytur gazetarët dhe analistat, as që i keni dëmtu mediat, por ja keni dhënë vetës lakun në fyt, sepse shumë prej laskucave që kanë me pas fatin me kap nga një pozitë në pushtet, e që paguën prej taksave tona, kanë me vjedh, kanë me ju poshnu, kanë me ju manipulu, e kanë me ju trajtu vetëm si vegla të tyre që ju i duni kur vjen dita për me i votu. Pra, ta gëzoni liderin suprem dhe pushtetin të cilin e keni kërkuar.